Siç e dini tani e kemi veç më konferencën për shtyp numër 3 ose të tretën me radhë, në të cilin edhe nuk kemi ku me diçka të raportojmë, jo se nuk kemi raportime, ka shumë, po nuk janë aq të rëndësishme që do të thotë se dita zgjedhore deri momentin e fundit kur i kemi pregaditur këto raporte, do të thotë deri nga ora para orës 17 ose 5, ka qenë edhe është e qetë, që është mirë për një proces zgjedhor. Deri në ora 15, sipas informatave zyrtare, kanë votuar 35,89% nga e votuesve, që do të thotë se nga të dhënat e marra në 2110 qendra votimi kanë dalur 392.066 votues. Nga raportimet e vëzhguesve të civilit, unë kisha veçuar vetëm 2 ose 3, në komunën e Plasnicës ka pasur një rast të thyerjes së heshtjes zgjedhore, dhe heshtja zgjedhore, siç treguam edhe në konferenca tjera për shtyp, edhe dje edhe sot është thyer edhe gjatë ditës së djeshme, kur ishte gjatë tërë ditës ishte heshtja zgjedhore, por edhe sot ngjan kjo. Ky rast është thyerja e heshtjes zgjedhore me agitacion në vend votim në Plasnicë. Dhe kjo i është raportuar kryetares së Komisionit Zgjedhor, sipas vëzhguesit ton, dhe do të thotë pasi që është raportuar, atëherë do ta zgjedhin këtë problem. Interesant është që në një nga vend votimet në Kumanovë, një nga vëzhguesit e civilit ka raportuar se një antar i komisionit me zë të lartë ka implikuar se vëzhguesit e civilit janë shumë të paguar. Qëndrimi ynë është dhe reagimi ynë do t'ishte nga ma të shkurtit, se kjo nuk është as me rregullore të komentohet paga e vëzhguesit ose e ndonjë organizate. Edhe është shumë e pahishme dhe jo korekte. Kaq nga ne për këtë rast. Ajde edhe një raport në një vend votim në Kumanov, do të thotë për shkak të jo funksionimit të aparatit të fingerprintit ose të gjurmës së gishtit, një person ka hequr dorë nga e drejta për votë dhe ka shkuar. Jo funksionimi i fingerprintit, aparatit, zgjat gjatë tërë ditës së votimit, dhe nuk është hera e parë, do të thotë edhe në fillim, në gjatë zgjedhjeve të para kur u pajisëm me këto, do të thotë kur u pajisën votuesit me këto aparate, kishte probleme dhe nuk është zgjidhur ende. Deri tani vetëm në civil kanë ardhur raporte për 18 persona ose votues që nuk kanë mundur ta ushtrojnë të drejtën e tyre të votës për shkak të mos funksionimit të fingerprint aparateve. Me këtë rast, 2 persona, sipas raporteve, ne dim vetëm për 2 persona, mundet të ketë edhe ma shumë mirë, po deri tani informata është se deri tani 2 persona kanë heqë dorë nga e drejta e votës dhe janë larguar. Do të thotë se ata me dëshirë të vetë kanë shku të votojnë, mirë po administrata zgjedhore është problem i administratës zgjedhore. Me këtë e kisha mbaruar për momentin, për tani. Nëse ka ndonjë paregullsi më të madhe, për fat të mirë deri tani nuk ka pasur, ne edhe do të dalim edhe me raport tjetër. Edhe njëherë ju dëshirojmë, edhe sa kanë mbet edhe gati se 2 orë, zgjedhje të qeta, demokratike, dhe edhe të përmendi se në një vend votim në Kumanov, se e harova, votimi do të bëhet një ditë tjetër mu për shkak të mos funksionimit të aparateve për fingerprint. Ju faleminderit për vëmendjen, do të shihemi në orën 21.